mos politika palestineze, po e quaj kështu sa është idil të pritet që mund të arrihet një marrëveshje në një të ardhme të afërt eventualisht. Duhet besojmë gjithmonë në marrëveshje dhe në paqe. Marrëveshja Oslos është bazë e procesit paqes, që sot është udhërrëfyes i diplomacisë ndërkombëtare, krijimi në të ardhmen një shteti demokratik funksional që nuk e rrezikon rajonin dhe shtetin izraelit është qëllim. Dua të flas pak për opinionin juaj në lidhje me strukturat menaxhuese sot të autoritetit palestinez. Mos harrojmë që zgjedhjet e fundit të autoritetit palestinez kanë qenë në vitin 2005. Ne gjatë viteve 2018-2019 me marrëveshje ndërkombëtare, me marrëveshje me partnerë ndërkombëtar, tentuam që të ndihmojmë popullin palestinez të ketë zgjedhje të reja, pas 15 viteve, afro 15 viteve, një procesi politik pa rilegjitimim të strukturave politike palestineze. Për fat të keq edhe Hamasi dhe Fatahuja e minuan atë proces në momentin kur e panë që nuk e kanë përkrahjen politike të qytetarëve palestinez. Hamasi është një organizatë terroriste që gjatë këtyre, unë kam qenë aty kur trupat izraelite dhe kolonët izraelite u tërhoqen nga Gaza, dhe ka pas një periudhë që ta dëshmoj ta vërtetoj veten si një parti politike që din të menaxhoj dhe të vetë menaxhoj me rripin e Gazës. Për fat keq, ata vazhduan të udhëheqin me doktrinën e vetë religjioze të bazuar në ushtrinë dhe në politikën e vetë militante. Sikur se Hamasi, ashtu edhe Fatahu, janë gjithashtu struktura shumë të korruptuara në çdo aspekt, dhe ndoshta armiqtë më të mëdhej të popullit palestinez sot janë pikërisht Hamasi dhe Fatahu, që këto dy parti... Që i bjen dy vijat e përfaqësimit politik. Vija më ekstreme, vija më e butë që është quajtur Fatahu, me që është si subjekt politik që i ka prirë dikur Arafati. Sakt, të dy partit, diçka që ndoshta opinioni nuk e din, kanë arrestuar, kanë torturuar, janë përgjegjës ndoshta për vrasjet e oponentëve politik. Fatahu për oponent politik në bregun perëndimor, ndoshta dërsa Hamasi për ata në Gazë. Që na shpije neve tek situata më aktuale, zoti Shehu, për cilin opinioni publik kosovar ka nevojë të di nga një njeri që është kompetent mbi atë se çfarë është duke ndodhur. Izraeli në një situatë të tillë, në një situatë të një tensioni të madh me Iranin, sulmoi Iranin dhe pozicione të ndryshme, goditi në pika neuralgjike Iranin dhe natyrisht eliminoi një pjesë të rëndësishme të njerëzve të rëndësishëm në kuadër të sigurisë dhe inteligjencës, u përshkallëzua duke patur një kundërpërgjigje nga Irani në drejtim të Izraelit, që goditi edhe baza ushtarake, por edhe caqet civile, dhe që solli mbi të gjitha një ndërhyrje amerikane edhe sulme amerikane nëpërmjet avionëve special në raport me Iranin, që krijoi një situatë dhe një pikpyetje të madhe tek gjithë bota perëndimore se çfarë po ndodh, a mund ndodh një luftë e tretë botërore, dhe Donald Trump si presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës vendosi anëpushimin me peshën që e ka edhe me relevancën natyrisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si mund ka përthehet kjo situatë dhe çfarë mund të pritet teksa anëpushimi është ende në fuqi, edhe pse u tha se anëpushimi u shkel nga njëra dhe tjetra pa. Çfarë pritet të ndodhë, zoti Shehu? Faleminderit. Vetëm të mos i mbetemi bashkë opinionit kosovar, ta rikujtojmë që autoriteti palestinez, ta përmbyllim me autoritetin palestinez, vazhdon të ketë një qasje shumë negative, shumë destruktive ndaj shtetësisë së Kosovës. Ata vazhdojnë ta përkrahin, domethënë regjimin Beogradit. Në pyetjen e fundit të juaj, domethënë janë 4 qëllime që mendoj që administrata Trump është në proces sipër të realizojë. E para është deeskalimi i situatës në lindjet e mesme.